Jemi të vetëdijshëm për të vështirësi, do luftojmë brenda në parlament dhe jashtë parlamentit, pavarësisht synimit të tyre për të, jo vetëm për të vrarë partitë e reja, por të vrarë demokracinë, atë pak demokraci që ka mbetur në Shqipëri. Si do luftoni brenda parlamentit zoti Shek, ndërkohë gjithë debati bëhet në Komisionin e Reformës Zgjedhore dhe janë dy forcat kryesore. Ju si do arrini që këto dy forca të mëdha, siç pretendoni ju, mos ju shuajnë partitë e vogla? Atëherë, e vetmja gjë që ne kemi në dorë është që të flasim me votuesit dhe të fitojmë besimin e votuesve. Në komision, praktikisht, jo vetëm në komision, por edhe në kuvend, ju e dini, ne kemi 2 vota, 2 deputet, dhe kështu që është e qartë që vetëm me vot ne nuk e bëjmë dot. Por kjo është një rrugtim i gjatë, kjo është detyra jonë. Pavarësisht se jemi me 2 deputet, pavarësisht se ne nuk i ndalojmë dot nëpërmjet votës brenda parlamentit, ne do denoncojmë, do flasim, do themi, do ngrëmë zërin për padrejtësitë që bëjnë, jo vetëm nuk na bëhet ne si parti politike e re, por që bëhet shqiptarëve për të mohuar atyre një alternativë që nuk janë 2 partitë e vjetra të mëdhaja që ka patur Shqipëria. Ju votuat kundër komisionit sot, por gjithsesi do të merrni pjesë në komision? A do të bëni propozime ashtu siç? Shikoni, ju lutem. Keni inkarigje. Atëherë, Komisioni për Reformën Zgjedhore është ngritur për të vrarë partitë e reja. Është i gjithë një teatr. Dhe ne nuk bëhemi pjesë e teatrit, gjoja me propozime, me kritika, ne do flasim për reformën zgjedhore, ne do flasim për atë që po gatuajnë këto 2 parti, por nuk ka rëndësi nëse flasim aty, apo flasim në parlament, apo flasim në media. Ne nuk bëhemi pjesë e llumit, sepse reforma zgjedhore ka një qëllim, të vrasë partitë e reja. Ky është qëllimi i tyre. Nuk e favorizon zoti Shehaj kjo mos pjesëmarrja juaj në komision për shkak se do të ketë automatikisht shumicën majoritare. E kanë, shiko. Ata e kanë, nuk ka si pretendim, sepse ata nuk favorizohen as nga prezenca jon, as nga qenia jon brenda në komisionin. Ata i kanë votat, kështu që nuk është, ajo që mund të bëjmë ne është të flasim për problemin e vërtet që kanë zgjedhjet, dhe problemi i zgjedhjeve është sidomos financimi i partive politike nëpërmjet parave të korrupsionit dhe ndikimi i jashtëzakonshëm mbi mediat, mos themi kontrolli që ata kanë nëpërmjet parave, nëpërmjet pushtetit politik mbi mediat. Ky është problemi kryesor i demokracisë në Shqipëri, i zgjedhjeve në Shqipëri. Këto që për cilat do flasin ata, ju garantoj që kanë vetëm një qëllim. Qëllimi është që mos të lejojnë askënd që të dali si alternativë, ata të jene vetëm alternativë e këtij vendi. Faleminderit. Nuk kanë ardhur